Miq Prizmës, mbaroi dhe farsa e 24 të Albulenës, e paraqitur nga Albin Kurti përballë opozitës, sigurisht në këtë rast të bashkuar për të thënë jo, por të paqartë politikisht dhe filozofikisht se si bëhet ballë historisë, e cila ka në përmbajtjen e saj zgjedhjet në Kosovë me një kusht të asaj të vërtetë të madhe. Kosova nuk mund të ketë një qeveri e cila nuk ka brenda saj një koalicion. Albin Kurti nuk mund të qeverisë me koalicion tjetër përveç se me serbët. Dhe kësaj radhe nuk është problemi se nuk do Albin Kurti me serbët. Ai gjithmonë duke qenë një demagog, akoma më tepër se Sali Berisha në Shqipëri, më kokfort dhe më folk politik se sa ai, një nacional socialist, ose më mirë të themi fashist. Nacional socializmi është një fashizëm. Po pa pasur mundësinë për ta zbatuar në kushtet e sotme, nuk mund të bëj dot asnjë lloj veprimi të tillë, jo se nuk do, po se s'ka rrugë tjera. Atëherë kokforcia e tij, mbyllësia, marrëzia e tij dhe me eksoraniste e bën që të përsërisi. Po kush janë, nga kush përfaqësohet sot Kosova, në dorë të kujt është Kosova sot? Është pikërisht këtij njeriu i cili qethi flokut në burgun e Serbisë, po doli paq prej tyre. Imagjino që sidomos brezit tim tash ke 70-të, Albin Kurti t'ju mbushi mendjen që ka dalë njeri normal nga një burg Serbie. E asaj kohe, jam duke thënë. Pa hy ferën kam. Po këto janë historira të vjetra dhe në bashkëpunimeve të tija të njohura tash, dhe dashurive të tjera të njohura, që normalisht është populli i Kosovës që i gjykon, është ai popull që i kërkon edhe i do, dhe ai popull që baraspeshon midis atyre që janë në burg edhe që mbajtën 20 vjet pushtetin, diçka më pak, dhe Albin Kurtit që ka të gjitha këto vite që mban pushtetin dhe praktikon pikërisht këtë gjendje fizike, politike që ka Kosova sot, e sidomos gjendje ideologjike. Është në dorë pra të Albin Kurtit. Këti njeriu që qethi vetëm flokët e gjatë kohës burgut në Serbi. Ishte njeriu që nuk do pranonte kur flamurin që ka shteti i Kosovës. Dhe shkoi duke u rryer, duke mos pranuar flamurin shqiptar. Ishte njeriu që erdhi për të bashkuar trojet dhe që ndau në mënyrën më tragjike shqiptarët me kosovarët, duke bërë një nga ndarjet jo thjesht tragjike, po folk politike të cilat janë zor, me shumë vështirësi i riparohen, për të mos thënë që nuk do riparohen kurrë. Sepse sigurisht është mentaliteti i tij edhe një pjesë e shoqërisë kosovare që kanë pikërisht këtë lloj mendimi, këtë lloj pro-ish jugoslavizmi të shprehur jo me faktet ballas, po në veprimet nënte, në mënyrë tragjike, me sovranizmin i cili nuk bën asgjë tjetër, po imiton serbët për të mbajtur pikërisht statu quo-n e tij, për të mbajtur pikërisht atë ekuilibër sovranistës, nacional socialistës, fashistës modern, midis tij dhe Aleksandar Vučićit. Edhe për këtë i duhet patjetër pastaj të bëj vllad Vučićit Edi Ramën, i cili s'ka lidhje fare me këtë punë, po ka lidhje me pjesët ekonomike, pjesët europianiste dhe pjesët amerikaniste, po themi, kurse në modelin e Kurtit sigurisht to pompohen si shërbëtor, si vllai Vučićit edhe si mënyra të tilla për të degraduar jo thjesht Edi Ramën, po Shqipërinë. Ai sigurisht ka ardhur aty për të degraduar pikërisht këtë vend, këtë truall, të cilin e provoi ta merrte edhe me partinë e tij të famshme Vetvendosin, dhe në Shqipëri i dhanë 0.01% të votave. Ky është Albin Kurti që provon jo për 24 herë
në provokacionin më të madh folk politik dhe filozofik si një sigurisht ultramajtist në mënyrën më të degeneruar të mundshme të një shteti i cili sigurisht turprohet për ditë, por edhe të një personi i cili sigurisht ka agjendën e tij jo të shërbimit. Unë nuk shpalla as tradhtar as armiq, po të mendimit politik dhe filozofik më retrograd që ka pasur ndonjëherë Kosova. Sigurisht në Kosovë kanë ekzistuar mendime të tilla se normalisht ka qenë pjesë e Jugosllavisë. Dhe të jesh pjesë e Jugosllavisë, normalisht do marrësh gjithë veset, jo thjesht të Serbisë, po dhe veset e Jugosllavisë asaj kohe. Në Shqipëri këtu kemi vetëm veset e diktaturës Enver Hoxhës, po janë autoktonet tonat. Mund kemi marrë shembuj nga Jugoslavia, por në fund u prishëm me to, i larguam. I shpallëm tradhtar, i larguam nga vetja. Mund kemi marrë sigurisht nga sovjetikët, por në fund krejt i larguam. Mund kemi marrë dhe nga kinezët, por në fund krejt i larguam. Dhe kështu që mbetëm në atë urin ton, po me tonat. Jugoslavizmi më retrograd dhe filozofit sërbe të aplikuara në mënyrë të çmendur në politikat ideologjike kanë zënë vend të tash shiten si ideologji dardane, si ideologji shqiptarofobe, si nuk e di, si ideologji të cilat duhet bëjnë patjetër edhe diferencën pastaj në sovranizëm. Dhe në krye të kësaj marrëzie të jashtëzakonshme politike, në krye të kësaj katastrofe intelektuale të ngjashme me gjestin në Kosovë, sigurisht me dashurinë që edhe me mençurinë që paraqet gjesti, si në këngë ashtu edhe në mendimin e tij specifik, dhe këtë ndere kanë edhe nga Top Channel. Ky është njeriu që përfaqëson Kosovën. Nuk ka gjë më të tmerrshme se sa të barazohesh në këtë lloj forme politikisht, ideologjikisht dhe filozofikisht. Por Kosova është edhe në dorë të Vjosa Osmanit. Njeriu më anapolla që kam njohur ndonjëherë në jetën time. Njeriu që nuk bën asgjë tjetër vetëm shkon në forume dhe gjen mënyrën për t'i dhënë dorën të gjithë presidentave dhe kryeministrave të botës për të nderuar ajo, duke thënë që po nderojnë Kosovën. Në një aftësi të jashtëzakonshme për të dhënë dorë gjithë presidentave dhe kryeministrave për të folur për mos zgjidhur asgjë. Imagjinoni në dorë të kujt është Kosova, të një president e tillë që s'ka fuqi të ndali marrëzinë e votimit 24 herë për të njëjtin njerëz. Një marrëzi e ndjekur në teatr absurd në Kosovë. Imagjinoni një person e tillë që e konsideron veten presidente dhe nuk ndërhyn dot, s'ka një kompetencë për të ndërhyrë, për të rregulluar, për të ndalur, për të përshpejtuar, për të zgjidhur situatën. Kosova është në dorë edhe të ministrës së jashtme, vajzës së terroristit marksist-leninist. Nuk e di se kush e ka vrarë, mund ta kenë vrarë edhe shërbimet sekrete serbe, jugoslave, ato të Enverit, se pastaj e kanë pas zakon edhe të shpallën edhe hero. Është rritur në Shqipëri, është përqafuar nga Enveri, urren Shqipërinë më tepër se çdo gjë tjetër në botë. Urren shqiptarët më tepër se çdo gjë tjetër në botë. Urren sigurisht edhe mendimin e qartë kozmopolit të shqiptarëve më tepër se çdo gjë në botë. Gërvalla është një nga njerëzit që urren Shqipërinë në mënyrë të përbindshme. Kjo tash përcakton edhe flet dhe bën normalisht pastaj debatet botërore në përfaqësimin e Kosovës në botë. Prandaj edhe Kosova është kaq mirë, kaq e përfaqësuar diplomatikisht në botë, sepse ka sigurisht në krye të kësaj diplomacie një njeri i cili po vdes nga urrëtia. Dhe sigurisht mbas kësaj urrëtie për Shqipërinë fshihet edhe urrëtia që ka edhe për pjesën më të madhe të Kosovës. Ndaj qytetarëve të Kosovës, ndaj UÇK-s, ndaj gjithë atyre që kanë derdhur gjak, e shumë njerëzve të tjerë. Pastaj është edhe në dorë dhe Jona Mihalit, sigurisht, e importuar nga Tirana, e eksportuar nga qendra që nisin nga Athina e përfundojnë në Prishtinë, të një bashkimi njerëzish të cilët vetëm të mirën nuk i duan
as kombëtaritetit ton, as flamurit shqiptar. Të një korpusi njerëzish të cilët mbajnë në tutel të jashtëzakonshme, jo vetëm politikën edhe njerëzit e vetvendosis, të cilët sigurisht do të jenë viktima nesër të këtij konspiracioni kaq të shëmtuar dhe kaq të përmbysur, kokë përmbysur, por që drejtohet sigurisht në Albin Kurti. Albin Kurti dhe Dejona Mihali janë njerëzit më të fliqur që ka parë ndonjëherë konspiracioni i madh kundra Kosovës. Në Kosovë nuk duan ta kuptojnë, dhe s'kan për ta kuptuar kurrë një pjesë e tyre, sepse sigurisht tash sapo kanë dalë nga disa diktatura rresht, dhe është e vështirë ta kuptosh këtë gjë. Por sigurisht që kjo po ndodh dhe është duke ndodhur për ditë. Është në dorë dhe të atyre që janë aty, të një medje të ngritur nga këta persona, e cila është sigurisht ndaj gjysmës së Kosovës edhe më tepër, ndaj Shqipërisë dhe ndaj shqiptarëve. Në mënyrë të përbindshme, në mënyrë me një urrëtie patologjike. Dhe kjo sigurisht ka për të bërë dëme të mëdha dhe në 10-20 vjetet që të pasojnë Kosovë. Kosova drejtohet pak edhe nga ignoranca e jashtëzakonshme shumë prej atyre që quhen kuadro. Dhe sigurisht nga e keqja e madhe e post-jugoslavizmit. Nga një e keqje e jashtëzakonshme që nuk dihet ku fillojnë edhe ku mbarojnë shërptorët e pikërisht këtij sistemi të qelbur, shumë më të qelbur se sa enverizmi në Shqipëri. Të marrë në mënyrë me ampula, po themi, me gjilpëra, për vite dhe dekada me radhë. Të atyre që ishin gjysmë komunist, majtist, jugoslavist, por dhe të atyre që urrenin, por në anën tjetër i imitonin. Është e jashtëzakonshme edhe kjo. Por Kosova ka problem të madh opozitën. Ka problem të madh mosmarrveshjet e LDK-s, PDK-s, Ramushit, Limajt dhe disa partive tjera atje, të cilëve shansi populli i Kosovës ju dha të drejtën për t'u bashkuar bashkë. Jo për të vazhduar seancat e Albin Kurtit, jo për ta përcjell Albin Kurtit në krimin e tij post-elektoral në Kosovë, për të turpruar Kosovën, për të armiqësuar me ndërkombëtarët, për të armiqësuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të armiqësuar me Evropën, me të gjithë ata që konsiderohen miqtë e Kosovës në botë. Dhe opozita ka të vetën. Sigurisht që unë jam me opozitën, sigurisht që jam me to, por edhe ato luajnë një rol jashtëzakonisht të keq, ndërkohë që duheshin bashkuar. Duke lënë disa element të cilët i çajnë sigurisht, dhe duke parë kush i bashkon. Dhe duke ndjekur kursin e një folk politiku irracionali, njeriu kokfort në nacional majtizmin e tij ose fashizmin, neofashizmin e tij, që quhet Albin Kurti. Dakord miqtë mi, ky është mendimi im se kush e sundon sot Kosovën.